datën 23 qershor 2026, biznesmeni nga Kavaja, Skënder Biba, është ankuar në Komisionin e Prokurimit Publik për një vendim të kryebashkiakut Fisnik Qosi. Pronari Biba X SHPK kërkon shfuqizimin e vendimit që skualifikohen nga tenderi me fond mbi 700 milion lek për rregullimin e shëtitores Kavalion. Qosja ka zgjedhur t'ia jap tenderin oligarkut të rilindjes Hamzi Islamaj. Ç'po ndodh kështu me Bashkinë Kavaj? Kryeministri Rama e ka zgjidhur qesën për qytetin që nuk e ka dashur kurrë, i qeverisur nga kundërshtarët e tij. Por vini re, kontratat u shkojnë kompanive të lidhura në afera me zyrtarët e qeverisë. Bashkimi i kompanive Biba X SHPK dhe Pevlaku SHPK, i përfaqësuar nga Biba, kundërshtojnë vendimin e komisionit të tenderit rehabilitim shëtitoria numër 2 Kavalion me fond limit mbi 704 milion lek ose 7 milion euro. Ky tender është zhvilluar më 2 qershor 2026 nga Bashkia Kavaj. Nga shqyrtimi paraprak i ankesës është konstatuar se objekti i saj lidhet me kundërshtimin e vendimit të Komisionit Vlerësimit të Ofertave, mbi skualifikimin e ofertës së paraqitur nga kompanitë Biba X SHPK dhe Pevlaku SHPK. Kompanitë janë skualifikuar për 2 certifikata ISO që pretendojnë se i kanë. Po ashtu e pabesueshme është mungesa e 2 hidraulikëve, që sipas bashkisë mungojnë në stafet e tyre. Tenderi i mbajtur më 2 qershor 2026 është shembull klasik i favorizimit të një kompanie duke përjashtuar konkurrentët e tjerë nga gara. Për këto shkelje, procedura është shënuar me flamur të kuq nga Open Data Albania, platforma e AIS-i, pasi flamuri kuq sinjalizon riskun e korrupsionit dhe dyshime për favorizim. Nga 9 pjesëmarrës në tender, 6 janë skualifikuar me njëherë, ku bien në sy ofertat më ekonomike të kompanive të tjera. Megjithëse firma BIS SHPK e Hamzi Islamajt nuk kishte ofertë më të ulët, është përzgjedhur fituese. Islamaj ka bërë ofertën 633 milion lek pa TVSH, ndërsa Bashkimi i kompanive Biba X SHPK dhe Pevlaku SHPK ka propozuar të bëjë këtë punë me 553 milion lek, pra shumë më pak se oferta e kompanisë që e ka marrë. Diferenca është e dukshme, por oligarku Islamaj ka qenë i paracaktuar ta marrë këtë tender. Pronari i kompanisë BIS SHPK është Hamzi Islamaj, një personazh i lakuar për tendera të dyshim. Gjatë 10 viteve të fundit, Islamaj ka marrë 160 milion euro tendera publik. Hamzi Islamaj nuk ka fituar miliona tendera duke pritur rastisht. Ai ka miq dhe ortak në vendet e duhura. Një prej tyre është Ermal Nufi, që gjendej kudo ku ka para publike derisa u bë ministri i mbrojtjes me mbështetjen e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluk. Ministri Nufi nuk ishte vetëm një avokat i zakonshëm. Ai u bë drejtor kabineti i Ministrisë së Infrastrukturës, antar bordi në kadastër, Alpetrol, antar bordi në Autoritetin Rrugor Shqiptar dhe te kompania Ala Bar në Durrës. Vëllai i tij, Edmir Nufi, ishte ortak me Hamzi Islamaj në kompaninë e transportit të kontenerëve maritime logjistik. Pra, një dorë firmos tendrat, ndërsa tjetra mbledh fitime. Më 18 korrik 2018, Ministria e Infrastrukturës do të lidhte marrëveshjen e partneritetit publik-privat me shoqërinë koncesionare Kalisi Hydropower, e cila është në pronësi të BIS SHPK me aksioner kryesor Hamzi Islamaj dhe Elprom SHPK. Aso kohë, firma ishte në pronësi të Elton Matajt dhe kontrata kishte si objekt ndërtimin e eceve Veleshica 1 dhe Veleshica 2 në zonën e Kukësit me 35 vite afat shfrytëzimi. Më 14 maj 2021, Elton Matajt do t'i ashiste kompaninë Devis Asalamit me vlerë 2 milion lek ose 2000 euro, që kishte në zotrim 1% të ecit Kalisi Hydropower. Disa javë më pas, në fund të maj 2021, Hamzi Islamaj do t'i ashiste 49% të aksioneve të kompanisë Kalisi Hydropower me vlerë 49.000 lek ose rreth 500 euro Devis Asalamit të kompania Elprom SHPK. Në momentin që këto kontrata publike ndryshojnë numrin e aksioneve brenda vetë kompanisë, vjet në ndjenjë autoriteti kontraktor që në këtë rast është Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë në atë kohë në drejtimin e Belinda Ballukut. Por ka një problem, se kompania që zotëron një pjesë të aksioneve të Kalisi Hydropower ka ndryshuar pronarin dhe rrjedhimisht ka një tjetër zotërues, pavarësisht se kompania ngjelet Elprom SHPK. Devis Asalami është djali i Mehmet Asalamit, drejtori të drejtorisë së programeve të zhvillimit në minierë dhe industri në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Ky ka qenë dhe kandidati i Partisë Socialiste për deputet, që shin mbi tortën e korrupsionit e vetë kryeministri Edi Rama. Në datën 8 nëntor të vitit të kaluar, Këshilli Kombëtar i Territorit miratoi lejen e ndërtimit për një objekt rezidencial të quajtur Garda Tower. Kulla 33 kate e lartë do të ndërtohet në hyrje të liçenit artificial të Tiranës, pranë ish-gardës së Republikës. Kompanitë që kanë marrë lejen për ndërtimin e saj janë Artek Group dhe Asalami SHPK. Artek Group është një kompani që zotërohet nga dy ortak, Lek dhe Gjergji Abilaj, ndërsa Asalami zotërohet nga Devis Asalami. Pjesa dërmuese e tenderave të përfituara nga Islama janë firmosur nga Erion Veliaj. Vlen të përmendim këtu tenderin ndërtimi i objektit Godina e Teatrit, faza e parë dhe fondi limit 1.9 miliard lek, i cili në 2022 është zhvillosur pa garë si një dhuratë për bashkimin e kompanive Agikons SHPK dhe BIS SHPK me pronar respektiv Gentian Sulaj dhe Hamzi Islamaj. Teatri akoma nuk është përfunduar, ndërsa parat derdhen lum. Oligarku i Kodrës Diet Gentian Sulaj dhe Hamzi Islamaj në bashkëpunim me kupolën e korruptuar të Ministrisë së Shëndetësisë kanë mbledhur parat publike me ndërtimin e maternitetit mbretëresha Geraldina në Tiranë. Abuzimi skandaloz, i faktuar dhe i hapur. Më 3 gusht 2020, Ministria e Shëndetësisë me krye Gerta Manastiriu ka shpallur tenderin me objekt të rikonstruksioni godinave të maternitetit mbretëresha Geraldina dhe ndërtimi 3 kat Tiranë me fond limit rreth 7 miliard lek. Tenderi është paracaktuar për kompanitë BIS SHPK të Hamzi Islamajt, si dhe për Agikons SHPK të Gentian Sulus, një kompani e lakuar për pastrim parash te Kodra e Diellit, pastrimin e parave të Ilir Metës dhe Erion Veliaj për tendera korruptiv dhe lidhje me pushtetar dhe ish pushtetar të korruptuar. Sipas një dosje të kontrollit lartë të shtetit, Ministria e Shëndetësisë ka fryrë në mënyrë fiktive fondin limit të tenderit, me qëllim për të futur në kurs kompanitë të tjera dhe për t'i dhënë tenderin dy oligarkëve sipas pazarit paraprak. Afera ka nisur që nga shmangja e garës dhe mungesa e transparencës për realizimin e hartimit të projektit teknik për ndërtimin
zhvillimin e spitalit të ri. Në akt ekspertizë, anëtarët e grupit nuk janë shprehur si ka qenë gjendja e godinave parë dhe pas tërmetit, por rrjedhojnë ndryshimet në preventivin teknik janë të paligjshme. Nga ana tjetër, anëtarët e grupit që kanë hartuar akt ekspertizën ishin në konflikt interesi, pasi kanë qenë në të njëjtën kohë edhe anëtarët e grupit të hartimit të projektimit teknik. Më tej është shmangur për llogaritja e kostove për punimin ndërtimore sipas çmimeve të tregut me qëllim për të vjedhur paratë. Vjedhja ka vijur me zërat kryesorë të punës: termo dhe hidroizolimi i pllakës së themelit dhe katit nën tokë, termoizolimi me polesterol, hidroizolimi me 2 shtresa, geotekstil, shtresë mbrojtëse janë shënuar me çmimin 30.000 lekë metër katror, kur në fakt çmimi real është 12.309 lekë metër katror. Me këtë lëvizje janë vjedhur 140 milion lekë. Kurse kjo që po ndodh në Kavavaj ka lënë qytetarët të habitur. Në vitin 2023, kur mori postin e kryebashkiakut, u duk sikur Fisnik Qosja do të ngrinte flamurin e Partisë Demokratike në betejat e ardhshme. Madje u zgjodhi edhe kryetari i shoqatës së Bashkive të Djathta. Nuk pritej që Qosja të bëjë zgjatimi i korrupsionit të qeverisë Rama. Ky keq administratim i buxhetit të bashkisë përmes tenderave të manipuluara është reflektuar në rritjen e numrit të denoncimeve nga bizneset pjesëmarrëse në prokurime. Kështu, më 18 qershor 2026 është kundërshtuar vendimi për tenderin e bashkisë Kavaj, rikualifikimi i rrugës Qazim Kariqi me fond limit 700 milion lekë. Kur më 31 mars 2026 u regjistrua ankimimi për tenderin mbikëqyrja punimeve të ndërtimit në objekt ndërtimi Ura Mamzot. Një denoncim tjetër në Komisionin e Prokurimit Publik është bërë më 27 janar 2026 për tenderin me objekt rehabilitimi dhe sistemimi i varrezave publike me fond limit 500 milion lekë. Nga këta shembuj del se kryebashkiaku Fisnik Qosja, që sipas zerave shqitur te Partia Socialiste, e ka kthyer korrupsionin në metodë pule. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.